Tani, magnezi dihet që merret o për qetësimin e këtyre krampeve muskulare, ose thonë që dhe ndikon në energji, por dhe në relaksimin e organizmit. Dhe ju më thatë që absolutisht që e lidhni pagjumësinë, apo dhimbjet e kokës, ato që quhen edhe migrena, me magnezin. Le të flasim pak më tepër. Okej, për gjumin e tërsi njerëzit që kanë një pagjumësi, duke e para pagjumësia është një simptom që i shfaqet kujdo që ka një problem, edhe ka disa forma të pagjumësisë, pagjumësia akute që i themi ne ose për një javë, pagjumësia që zgjat nga disa muaj deri në 6 muaj, edhe ajo tjetra quhet mbi 6 muaj quhet pagjumësia kronike. Në organizmin e njeriut prodhohet një lloj hormoni, melatonin, gjindra e hipofizës e prodhon atë, edhe shtimi i saj gjatë ditës është i ulët. Para se të flon njerëzit ajo ngrihet. Edhe shkon në atë nivel që e detyron njeriu. Sipas edhe ritmit cirkadian. Cirkadian. Edhe njerëzit flen. Kur ngrihen në mëngjes, pastaj fillon prap ajo ronja, edhe vazhdon cikli 24 orësh. Kështu që në moshat e vjetra nuk flën shumë tash sepse ky hormon ulet. Melatonin. Po nuk është e thënë që mund të flën 7-8 orë normal për njerëzit e rritur mund të flën. Pastaj është dhe një listë aty që unë kam vënë për sa mund të flenë për shembull fëmijët, të gjitha. Po, në fakt e kemi trajtuar edhe ne në editoriali im, ato orët që i duhen çdo grup moshe. Po, grup moshe. Por mesatarja ajo e rëndësishmja është për të rritur 7-8 orë. Doktor, po magnezi, përveç se u dash ka marrë forma më e mirë, a ionizuar, që thoni ju? Është e rëndësishme të merret në darkë, sepse unë kam lexuar që disa lloj magnezësh është mirë mund t'i marrësh edhe në mëngjes. Në mëngjes e të jep energji. E di që njerëzit pinë kafe, një gotë kafe, kështu një kap i themi ne andej sa ti e pinë me kështu më dhaja. Po ju e pinë me finxhan, po ne kemi ekspres, ose kafen turke. Besoj se edhe kjo të njëjtë ka 7 mg magnezium. Kafja vetë kafja ka 7 mg magnezium. Uji ka magnezium. Po ju do ta këshillonit në darkë apo në mëngjes? Për gjumë, kush ka probleme me gjumin, pagjumësi në darkë. Në darkë. Për energji? Për energji në mëngjes. Në mëngjes. Po mund ta marrësh edhe kështu. Për shembull, unë për vetë time e marr kështu. E marr gjysmën në mëngjes, gjysmën në darkë. Edhe ndihesh më mirë dhe gjatë ditës, sepse ke energji. E merr energji. Është energji organizmi. Dozën ditore ti e ndan gjysmën në mëngjes dhe gjysmën në darkë. Po, është e këshillueshme me librat e nutricionit. Po doza ditore për një adult të rritur? Për adult është për 420 mg për burra dhe 320 për gratë. Po, 320-360 nduket për gra. Ja, 360. Po. Edhe pastaj kur ka probleme të tjera dhe mund të shtohet, por nuk duhet kalohet shumë doza. Pse?